Ky koalicion në qendër të programit të tij ka interesat të fermerit, të biznesit të vogël, të biznesit të mesëm. Rama dhe nga sekti i tij janë larguar nga qytetari shqiptar, janë larguar nga fermeri shqiptar për të përqendruar vetëm në një rreth të ngushtë të oligarkëve apo të njerëzve të lidhur me këtë sistem. Tu fillon edhe arma jon më e fortë që do kemi në fushat, minimumin jetik. Dhe automatikisht vendoset dhe pensioni minimal që nuk do ketë pension nën 200 euro, pension në veçanti i njerëzve tanë që kanë qenë për një kohë të gjatë, kanë punuar në kooperativat bujqësore apo në puna të tjera. 520.000 pensionistë të cilët mund ta kenë pensionin 17.000 lekë të reja, 18.000 lekë të reja, 13.000 lekë të reja, pra gjithmonë në vazhdat 110, 150, 170 euro. Ky shkon automatikisht 200 dhe çdo pension, 200 euro dhe çdo pension tjetër rritet me 20%. Mbështetja e Partisë Demokratike për sa i përket seksionit të bujqësisë do të shumë fishohet. Grantet do jepen për çdo krer bakti, për çdo fidan të mbjell dhe nga vlera totale që kanë sot 31 milion euro do shkojnë në 200 milion euro, pra 7 fish më shumë. Si kërko këti mandat tjetër, si kryeministër kur ty në 12 vite të kanë ikur 1 milion shqiptar, po 1 milion në shemoragji të dashur vëllezër, duke i falsifikuar të dhënat, kuptohet që kjo është jo vetëm një grabitje e ujit të lumit, po njëherëzi është një goditje për gjithë fermerët që me këtë ujë ujisin pronat e tyre. Dhe ne si Parti Demokratike jemi shumë të qartë dhe shumë të prerë dhe ne jemi shprehur pas një mëdyshje që ne këtë projekt do të anullojmë. Nuk mund që ti për të furnizuar ata oligarkët e 7 të hoteleve, për të furnizuar ata ndërtime, ti të dëmtosh një popullat prej të 34 fshatrave. Kemi një kundërshtar i cili tenton të kërkojë një mandat 4, i cili të jeni të bindur që nuk do të mbrit tek ai. Jam i bindur që në zgjedhjet e 11 maj do ta refuzojnë masivisht shqiptarët brenda vendit dhe ata që siç thanë kolegët janë mbi 1 milion shqiptar që në 10 vitet e fundit janë larguar nga vendi. Ne kemi hartuar një program të plot i cili dedikohet vetëm dhe kryesisht qytetarëve. Patjetër që kjo zonë si një zonë e cila është e dedikuar tek bujqësia dhe blegtoria, ka një program të dedikuar edhe për të sektor, janë subvencionimi i fermave, i gjësive të prodhimit, i kokëve të baktis, por edhe i fidanëve të cilët do të mbillen. Njerëz të cilët qëndrojnë pranë tij kanë marrë pothuajse gjitha koncesionet kryesore në territor dhe vazhdojnë të pasurohen, kur ndërkohë populli dhe qytetarët e thjesht, pensionistët, të papunët, vazhdojnë të varfërohen. Disa pika të programit që kanë të bëjnë më shumë me bujqësinë. E para është subvencionimi që do të bëhet blegtore për çdo kokë bakti dhe bujqësisë për fidan dhe njësi prodhimi. Subvencionimi naftës. Nafta do të jetë njësoj siç e merr sektori i peshkimit, me atë vlerë që e merr sektori i peshkimit, ashtu do ta marrë edhe fermeri. Nuk do të ketë më NIP, po thjesht fermeri me kartën e identiteti do të përfitojë subvencionim. Të votojnë Partinë Demokratike, të votojnë koalicionin Alanca për Shqipërinë Madhështore, të votojmë numër 1. Ashtu si pjesa dëmuese dhe juaja dhe unë e vuajmë problemin e fëmijëve, të 2 fëmijët e mi ndodhen jashtë në emigracion, si çdo kush e vuan si prindër këtë fenomen, dhe ndaj do lutesha shumë dhe në emër si prind që të punojmë gjithë bashkë që të kthejmë shpresën, na kthejmë fëmijët tanë pranë familjeve, që të shohim nesër nipër dhe mbesa se po i shohim në celular.